Ne jemi në vendin e quajtur Ligja e Elbasanit, periti e Elbasanit. Këto shtëpi, hotele, çdo hap ka dhe të gjithë kanë banjo që ujë për shërim. Dhe këtu vinë për gjithë atyre shqiptarët. Kjo rrugë dahet gjatë edhe shkon te hotel Muzeqeja, Aslan Kuqia, hotel Karatev Hidran, Natyra, hotel Beqiri e tjera. Desa kjo poshtë shkon kënena, hotelet më të mëdha që janë Boqi edhe hotel Puka. Dërsa unë jam i vendosur me familjen në hotel Gjyla, te Shpend Dragobia, që ata me familjet vete mojnë, edhe ma mirë ma postër nuk ka, po këtu ku të shkojsh ishin mirë. Se këtu në Shqipni edhe gratë ishin burra, edhe mashtit ketë ishin burra, e jo su kërtena. Këtu ishin ma burra, me kanë të ri këtu, kënaqna. Unë jo që jam i smut, po vi veç me o kënaq me vllazën e motrat me të Shqipërisë. Dhe kur pa unë njoft për herë parë, të lanë për shtypje shumë të mira, se janë të meqëm edhe të shkollum, edhe janë për bashkim me Kosovën, me kanë flasë. Dhe sot për bëjnë një film këtu, që se kumë bënë për para, sot data 25, shtator 2025. Këtu, kështë e qenë hotel, për para dhe banjo, ku në kohë të Enver Hoxhës, gjithë punëtorët i kanë pru pa pagesë në për banjo këtu. Jo se në shtikur në qime më pagesa. I kanë respektu punëtorët atëherë. Te kjo hotel. Që kjo shijet i kohës kalume, që punëtorët i kanë pa pagesë në për banjo këtu me ardhë. Dhe kjo lukështaj kështu edhe pak, fillon me shumë hotelet të ndryshme, edhe njerëz ka pa mas këtu. Këso bukurinat të rore, Zoti Fuqi Plot, të ralla shtetët që jelë ka qu. E këtu, kjo hoteli, banjo, liqeni. Po e ma e mire është se burra e gra ishin burra me të vërtet edhe burrnesha. Dhe kjo hotel është i vjetër, ku ka nejtë punëtarët më parë, ku në Enver Hoxhës ka nejtë pa pagesa. Se i ka pagu shteti për të nejtën në banjo, një ligje. Edhe këtu ka ashtu hoteli, ka me pi kafe lartë atje, ku është i fort mund gjitë, më kënash në rija të me pi kafe. Po kosh më shtes mund të së në gjitët, shne u shetë në gjitën, pi në kafe e shfreski e mirë ati. Që kjo hoteli e kohë në vjeta. Shumë ndërtimin e bukur. Këtu lumin e kanë, që vjen ujë, që është ujë për shërim. Po ujë është me surfëll shumë dhe i zi, lumi i zi për bajke. Që ka sjellë Zoti gjithat mija këtu, në Shqipëri. Me kanë dhe i me njerës thu, për gjitha truje shqiptarët të gjithë, lavdërojnë thënë, s'kesh ma punëtorë se Shqipënis, edhe ujë ishte i hajshëm, ka o njeri me shtaga, e u këthyn kam veta pa shtaga. Se ujë i hajshëm shumë. Ushqime 3 herë në ditë, njeri për 10 ditë po shteke kilogram shumë këto. Ushqimet pasra, hotelit i pastrojnë disa herë në ditë,
edhe nuk mund njeri me i dalu asnjë hotel. Të majet vogël, su kur të ishin pronarët binaka, punëtorët vyshum mikprica. Edhe fejt këtu skandalim, që edhe ujë që ka surfull shumë, që shu ban këtu. Shka ban barë këtu. Edhe qëmentin pe brejke, pe preshke kë ujë, se kishë surfull. Të gjitha këto të mira që ka zilë zoti fuqi plus Shqipërisë, prandaj ka pasur me Shqipëria gjithmonë, kanë këshyrë me coptu edhe këtë pjesë, edhe këtë gjithë Shqipërisë jo. Por zoti s'ka thonë, tash edhe Kosova bon shtet, inshallah Maqedonia do të bon shtet, edhe do të bon një shtet, një Shqipëni etnike në Ballkan. Autobusat vinë, Petroj është gjitha shqiptare, pa ndërprejnë, vinë, shkojnë. Marrin njerëz për që në për vendet e tyre, në shtëpitë e tyre, edhe vinë nga atje këtu në Shqipëri për çdo ditë. Që ky autobus i komandues. Ky hotel Liçi. Të më thonë të gjithë ishin mikprica, të gjithë ishin punëtorë, pa fjalë. As me njoni tjetrin s'po prishin kur, ma morën i klient, ata morën klient, këtu nuk ish. Kesh marrëveshje shumë të mirë, edhe marrëdhënie shumë të mira me vetë shqiptarët. Prandaj zemra më bëhet mal. Hotel Kumuria, ku ka një shqiptar prej Rajnahit të Argaus, rritës, shqiptar edhe musliman i mirë. Ai ka qenë haxhi e Nderi, ku me ta unë jaftëm në xhami, edhe tash në ka met për shtypjet mira, jarani. Këtu ishte kon një djalë erdha me lyp, e në haxhi e Nderin. Kë tha ullu se të bojnë bukë edhe këtu na pa lek. Edhe djalli i ri kaj po as i burri. E hotel Kumuria ish pak ma msheft. Të në fillim s'po pak i hiq, a këne e shumë i madhë. Ja i quni këtu i këti hoteli, bonin derë, tha rri këtu me këtë gjagjin e në verë, se t'japun bukë pa lek. Kështu të të ashton vullnetin e mirë, si që thë kësa limoni koplikut, njeri ju mirë të ashton vullnetin e mirë. E këtu pople i mirë, Shqipni, ma shtojnë vullnetin mu gjithmonë për me ardhë. E këtu makina të lanë, këtë traktori si bager për me punu. Këtu në altë është pazari tregu, që vi me ble njerëzi që vinë këtu në ligje. Këtu ta shu afru gati të rrethi. Po të rrethi këtu banajonin të majtë. Sëtë natën para mëngjesit kisha ushqi, e ka fresko mirë. Që këtu ta shafër rrethit, plot njerëz janë në restorantet. E këtu qenë ka edhe do profesora që një të Shqipënijës. Edhe pak punona për intervestoj qëtë profesorin nga Shqipënija. Erdhëm të rrethi një ligje.
ku ndahen anina hotelit të ndryshme. Ishte një hotel Fati anej. E tjera hotelit si shkyn tabela. Këtu kja kafeneja rrim plot me popull shqiptar prej Kosovës, Maqedonisë, Shqipnisë. E une jam që nej në banej. Tu rejthin të e nej qishin. Edhe kjo kafe ishte rritë më e madhe se që ka qenë për para. Autobuset e Kosovës, Maqedonisë, e prej ka vinë këtu, prej Serbi ka vinë, këtu vinë e kthehen, këtu marrin udhëtar qojnë për vendet e veta, anej na i lanë këtu. Këtu është tregu tashti, afër neve. Këtu një restoran dhe ka pa numër ta për tjetë. Ke hotel Miza e disa hotelet tjera. Kjo rrugë qënë të hotel Gjyla të Shpendi e të Kujtimi edhe të hotel Rusta. Njerëz i plot tu, kryjnë banjat edhe rrinë. Provojnë farë. Përsa këtu është një labitar që shkrujnë emnët e luftëtarët të ushtritë nacional shqiptare. Që e ka udhëheq Enver Hoxha. E këtu janë emnët e gjithëve. Lavdi dëshmore të lirisë, antifashiste nacional shqiptare, e krejt deri i përshledhën emnat të gjithë ushtarëve të atër partizan. Ku në shumë vende, Sali Berisha i ka zhdukur, por nuk ka mujtë kaj se vetë populli i ka mbrojtë. Janë edhe popull shumë punëtor, gjithë burra e gratë të gjithë dalin punojnë kësade. Të ndryshme. Këtu është pazare, këtu në si rreth, këtu drejt shkoj të hotel Gjyla të Shpendi. Edhe anejna kështu ka hotelin të nanë. Këtu pinë qaj kosovartë. Këtu është hotel Gjyla, ku që disa vite rrina këtu na. Edhe pushojna shumë mirë, janë shumë mikprica. Babe, djallë me gru e me ri. Edhe në tana venet njerëzit levdruat se këtu po presin mirë. Po presit na që jem këtu, shumë të lirë jem si shpitur. 3 herë ditë bukë gjithë atë mira që në opin pastrojnë, punojnë shumë janë punëtorë.